Të nderuar teleshikues të televizionit Bojnë, mirë se vini në emisionin Intervist. Sot në emisionin ton kemi të ftuar kryetarin e shoqërisë kulturore artistike, zotin Sulejman Beqaj, nën kryetarin, valltarin dhe kostumografin, zotin Ali Beqiraj dhe valltaren Ezana Beqaj, të cilët do të na flasin për eksperiencën e tyre rreth pjesëmarrjes në festivalin folklorik që u mbajt në Rijeka të Kroacisë. Faleminderit që pranuat ftesën e televizionit Bojnë për të ndarë me ne përvojën tuaj në këtë pjesëmarrje, nëpërmjet vallëve kulturore, muzikës tradicionale, por edhe veshjes pra të xhubletës. Faleminderit edhe juve për ftesën që na bëhet. Atëherë do ta filloj me kryetarin e kësaj shoqate, pra me zotin Sulejman Beqaj. Mund të na thoni se si u organizua pjesëmarrja juaj në festivalin folklorik Porto Etno Rijeka në Kroaci? Po, s'parit mund të them që organizimi i shoqatës është në çdo moment jemi të gatshëm për këto lloj aktivitetesh dhe festivalesh, po për këtë organizim që po flitni dhe për këtë organizim që nolli në këtë festival, ishte iniciativa e ambasadorit të Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, i cili me kënaqësi të madhe kishte dëshirë që të jemi na pjesë e këtij manifestimit Etno Porto në Rijeka të Kroacisë, ku në këtë festival ishin shumë shoqata të thirruna, kishin ftesën edhe shoqata i jashtë Kroacisë, domethënë përfshihej një pjesëmarrje e shumë etnive që paraqitën programin e tyre atë ditë kur ishim edhe ne të ftuar në atë festival. Do të thotë që organizimi i kësaj filloi qysh ambasadorit, aty u morën vesh ne me organizatorë të tjerë të cilët udhëheqin me festival, dhe gjetëm një mirë kuptim me anëtarët e shoqatës, ku me të vërtet në këtë kohë është edhe pak vështirë, se shumë nxënësa dhe studenta janë nëpër shkollën e këto, po gjithsesi ja arritëm dhe gjetëm atë kohë të cilën e ndam për këtë manifestim, për këtë festival, ku edhe me të vërtet ja vlen të gjithë ky organizim që e bëmë dhe gjithë kjo punë që u angazhua në këtë rast, në këtë moment. Cilat ditë u organizua ky manifestim dhe sa ditë zgjati? Po ky festival i parapam për 2 ditë, ashtu edhe ndolli. Për ditën e parë kishim ishte i parapam, domethënë pjesë të programit të atij organizimit ishte i parapam do të thotë mbledhja ose si thon simpoziumi, ku ishte dedikuar vetë xhubletës, ku edhe ishim na përfaqësues me xhubleta, dhe nuk u mbajt atë ditë, rrethanat e tyre nuk di se, po domethënë dytën ditë u mbajt festivali edhe u mbajt ky lloj aktivitetit që ishte i dedikuar simpoziumi vetëm për xhubletën. Mirë, atëherë do të vijoj me një tjetër pyetje, ku dua të pyes zotin Ali Beqiraj. Si e zgjollet koreografinë dhe motivet tradicionale që u prezantuat me to pra në Kroaci? Po, na si që folje dhe kryetari jem të pregaditur për shumë lloj festivale, se në shumë vende, shumë gjanat. Po me qenë se ata e kanë bën për punë të xhubletës, manifestimi etnoj pakicave të gjithave ashtu që edhe na kanë ftuar ne të jenë të pranishëm, ashtu edhe ne e propozuam me kryetarin e me sekretarin e me të qanë grupin bashk, se ata ne kinë caktua dhe kohën dhe zgjatje sa me cilat pikë, ashtu që na me 3 pikë edhe me një kangë, morëm pjesë atje, ashtu që na si burimore të këtij vendit e kem parapa edhe si traditore që është me çun mulën, vallja kryesore që i përmbyll të gjitha programet kudo që jem, me qenë se çun mulën e dime se kushton malësia din se çka është, edhe veshjet, edhe rolet, edhe projtet tona, ashtu kem përgatitur edhe një vallet bareshës, megjithse ajo kuptohet se çka ka dhe ajo domethënie, kush e kupton, sa nevojë me i sqaruar të tona se i din, edhe një vallet re të mujit e të halilit, ashtu e kem definuar na, sikur martesë që e gjallë, për gjithë antarët që kanë me dëshirë të luajnë edhe luajnë me gjithë shpirtë, me gjithë zemër ashtu. Kem marrë edhe Visarin Beqaj, një antar shumë fillestar që do të krijoj karrierën e tij, menoj unë ashtu, shumë i zgjuar
edhe shumë me autoritet, edhe presën shumë bukur, kanë gati e për krahun, kuptohet tash sa nevoja se veç dihet sa është, shumë djali me sukses ka marrë pjesë edhe ai. Shumë mirë, atëherë përsëri një pyetje për ju, cilat element të kulturës lokale mendoni se ndikojnë më shumë tek publiku i huaj? Pra, cilat nga kulturat me të cilat jeni paraqitur ju mendoni se ka lënë më shumë përshtypje për publikun? Po mas shumë të ka lënë përshtypje xhubleta, se edhe dihet se është në UNESCO regjistruar ka hyrë xhubleta, ashtu që ky grup çdo herë kudo që shkojmë prezantohemi me xhublet edhe me vallet tona autoktone që i kemi këtu. Kem pasë në mundësive edhe kcimin malsor që shumë valle, po s'mujmë për shkak të kohës të gjitha me i definua, të gjitha me i programua, atje se ata ta caktojnë çdo festivale ke kohën e caktuame. Atë në mrena mundësive me antare, me valltare këto merrem me vesh se cilat pikë mujnë mas fortit me dedikua të publiku i atyne të atjeshëm që e duone, ashtu në edhe këtë rast e pam zgjell këto pikë edhe kanë, ashtu që ishte kanë mirë edhe lahuta, po për do gjëna tjera lahutari që e kem të njoftun nuk ka pa mundësi të merr pjesë atje, se edhe si instrumentet, ashtu edhe xhubleta i kem nevojë t'i ruajme e të vazhdohet këto tradita me këto gjana. Atëherë ne gjithashtu duam të na tregoni se përafërsisht sa kohë duhet që të përgatiteni përpara se të jeni pra të ftuar në një ndër eventet e mëllasi që ishte edhe ky në Kroaci. Sa kohë paraprakisht ju merr koha për të përgatitur valltaret? Dhe a keni ju një rutinë të përgatitjes? Siç tha edhe kryetari, kur fillon shkolla, ka ma obligime edhe për përgatitje se duhet të renditen edhe përgatitjet, se kanë zonë që në shkollë të mesme, në fakultet, edhe në fillore, dhe me të tanëve më ju përshtat kohën, se kur. Po në gjatë gjithë vitit e kem programin, por merret vesh se çdo festival duhet ta dinë se me cilat pjesë me marr. Do me thënë rreth 2 javë, 3 javë përpara na merr përgatitjet për t'i përsëritur ato, sado pak kanë nevojë përsëritje se antarët e rinj të tona, ashtu që nuk ka problem ka në përgatitje edhe e valltarëve. Janë të gjithë të antarësuar edhe më me shumë vite edhe kanë perspektivë që në vallet e gjanët edhe këndën edhe ky djali në kuptohet se nuk është vetëm tash sa jetë e valltarët janë ashtu, që nuk kem problem për der tash me valle me konga, vetëm për instrumente pak a shumë, se edhe ata kishin me paqef të kemi edhe orkestër burimor, e besa këtu pak, si tona shoqata çaloj migrim se rinia tash ma pak i don qyteli, fyell, lahu, dëna, por mrena mundësive edhe ato i zgjellim po në mënyrë elektronike siç kanë dalë tash se kishte më dash shumë kohë. Atëherë t'i kthehemi edhe një herë kryetarit të kësaj shoqate për të na treguar se cilat janë sfidat dhe vështirësitë më të shumta që has ky organizim. Po unë me të thonë kështu të vërtetën për çdo organizim duhet një përkrahje financiare, ku edhe shumë hera të hasim në ato probleme, po gjithsesi ja dalim me donator, me festivalet të cilat na i bajnë ftesat, si për shembull kësaj herë që kemi kënë në Rijeka, ata i kanë marrë të gjitha shpenzimet, edhe të rrugës, edhe për kohën që kemi nejt atje, ashtu që është një falenderim i madh për ta që kanë banë atë mënyrë se ne si shoqat nuk kemi të ardhmë, megjithse për fat keq edhe në disa konkurse që kemi bërë në komunë dhe në fondin për pakica nuk na kanë kaluar projekte, ashtu që problemi më i madh që është të shoqata për të ekzistuar, për të vepruar, për të ecë përpara me aktivitetet e saj janë finansat. Por gjithsesi do të mundohemi që mos të ngelim, po të bëjmë hallin edhe për finansat e mungesat të cilat janë për shoqatë. Atëherë duke qenë se jeni prej kohësh pra kryetari kësaj shoqate, mund të na thoni se si e shihni ju vallëzimet tradicionale si një mënyrë argëtimi për të rinjt më shumë, si një mjet edukimi apo si një ruajtje e identitetit shqiptar? Po, unë mund të them që tash sa vjet që jam kryetar, do të thotë të gjitha janë të një nivelit. Do të thonë si ruajtja e traditës, si muzika, si kënaqësia e atij publikut të cilët paraqitemi ne. Do të thonë krejt të gjitha ato janë një pjesë ose një zemër e këtij trupit për të kënaqë, për të organizuar, po gjithsesi edhe për të rinjt është një gjë shumë e mirë, se këta të rinjt të reja, të cilët angazhohen dhe vinë aty në shoqat, e gjajnë një rehabilitim shpirtënor, sa i përket edhe traditës, edhe ruajtjes traditës në këtë mënyrë të folklorit apo të diçka tjetër. Gjithsesi këto
i gjejnë atë mirësinë aty, edhe mendoj që është kënaqësi edhe për ne si kryesi, edhe për antar, edhe për vallëtar, po edhe për publikun ku paraqitemi me këto performancat tona që i përgatisim brenda kësaj kohe. Atëherë unë do të pyes edhe Zanën, vallëtaren e cila ndodhet sot këtu me ne, përpara se të vijoj me pyetje të tjera për kryetarët. Zana, mund të na thoni se sa vite keni qenë pjesë e kësaj shoqërie kulturore artistike? Së pari do t'ju falenderoj për ftesën. Unë jam pjesë e shoqërisë që 10 vite. Kam filluar në grupin e fëmijëve kur jam kanë shumë e vogël. Me kalimin e kohës tani kam kaluar në grupin e të rriturve. Ndihem shumë e privilegjuar që kam mundësinë të shoh shumë vende të ndryshme të botës. Falë shoqërisë se përveç që shfaqim veshjet, vallëzimet, ne po ashtu e kemi si qëllim që ta ruajmë dashurinë e të rinjve për atë dheun. Pjesa ime e preferuar e krejt folklorit është të shoh buzëqeshjen në fytyrat e publikut kur jemi duke vallëzuar, sepse vallëzimi është diçka që unë e bëj me kaq shumë dëshirë dhe kur shoh që njerëzit ju pëlqen, unë ndihem shumë krenare me veten. Shumë mirë. Atëherë mund të na tregoni se cila është vallja që ju pëlqen më shumë dhe pse? Vallja ime e preferuar është Baresha, është një nga më të vjetrat, po ashtu edhe një që luajm më së shpeshtit, sepse është klasike, të gjithë e dinë muzikën dhe thjesht shfaq një emocion, ndihem shumë femërore duke e luajtur. Shumë mirë. Mund të na thoni gjithashtu se si reagon publiku kur ju sheh të veshur me xhublet? Pra si janë reagimet e tyre, duartrukitjet? Po, duartrukitja që fitojmë në fund është gjithmonë si një bravo e madhe. Publiku edhe populli në përgjithësi, kur jemi duke kaluar rrugës të veshur në xhublet, shumë populli kërkojnë të bëjnë foto dhe gjëra kështu. Shohim shumë na fotografojnë vetë, u duket është diçka e lashtë. Xhubleta është e bukur. Thjesht krenari ndjejmë. Shumë mirë, do të kthehemi sërish për pyetje të tjera, ndërsa tani do të vazhdojmë me pyetjen për Ali Beqiraj. A prisni që pjesëmarrja në një event të tillë të hap dyrë edhe për bashkëpunime të reja, pra përtej kufive? Kjo shoqat ekziston shumë vite. Domethënë unë jam edhe më i vjetri që kem ruajt të gjitha këto tradita e gjana, edhe kudo që kem shkuar, për çdo vend, pa marrë parasysh se ka vende sa nevojë me i numërua, sa ato janë të numëruar me shihet atje ka, na kem lënë përshtypje shumë të mira si me vallëzime, si me kënga, si me traditën të cilën e çojmë nga ky vend, se na përfaqësojnë vendin ku jem le e rrit, na i thom dem baba dem. Nuk është e nevojshme të marrëm tjera vende e tjera gjana, por i ruajmë se çdo kush ka dëshirë ta shoh ata pej ka vjen, i ku je dhe ku ekziston edhe ku jeton. Ashtu pra që na presëm sigurisht që gjë normale se këto media janë hap atje kanë për botë shihet se edhe nëpërmes zonis televizionit bojnë, për nuk ka herë e parë se sa çdo ku jemi mirënjohur që na përcjellni, na ftoni, na vizitoni, na ndihmoni, bashkëpunojmë të tona. Kjo lën përshtypje për antar që edhe tjera hera në çdo vend, mrena mundësive, po siç foli edhe kryetari, besa ne pak na mungojnë edhe finansat, atëherë na nuk mujmë as t'i realizojmë të gjitha ato ftesa që kemi si Shqipni, si Kosovë, si Maqedoni, si shtetet, domethënë tjera ti mos i numërojmë, se aty na mungon pak edhe shumë refuzojme, se din kryetari më mirë se sa festivale që kishim me mujt me i pat hollat mrena vitit me i realizua. Ashtu që na me mundësi tona munohim nja dalëm si se dalëm. Vetëm të ruajmë traditën, më tregojmë se pej ku jem, edhe mos na zhduken traditat edhe amanetit parve që të ruajmë historinë, kulturën, vendin, gjuhën, instrumentet, xhubletën, çakshirt, e të tona këto që janë.
Mirë, atëherë do të ndalim tek një tjetër pyetje e cila është shumë e rëndësishme edhe kjo, duke qenë se ju prej kohësh jeni antar i kësaj shoqate dhe keni përcjellur breza, domethënë që rriten, ikin, vazhdoni jetën e tyre ndërkohë që të tjerë vijnë. Si mund të na shpjegoni interesin e të rinjve për të kyçur në këtë grup, pra për të bërë pjesë e kësaj shoqate, dhe si ka ndryshuar kjo ndër vite? A është i njëjti interes apo ka rënë? Me da me fol që është ma parë se ekzisto shoqata, kishte me dasht një referat të madh me e përshkrua, por ma parë ka interesi ma i madh. Edhe dashuria për këngë, për valle, për muzikë, për instrumenta, për çakshire zhubleton ka njëjtë, se edhe tash janë të njëjta, por dhe më thënë si instrumentalistat, si fyll, si lahut, si def, si topan, si të gjitha këto, tash ka ra pa ka shumë se me ardhjen e kësaj elektronik, telefonave e këto, po edhe në zonë sa tash kanë pak tjera shkollime, tjera gjana, a unë takoj aty në zënës parë që i vetëmi bashkim a kanë shkolla, dinosh aty ku kemë ban pregaditjet, të bimet kryesore i kemë baj aty dhe pregaditje, po falja dhe drejtorve të ateshme, s'na kanë pangua të edhi se na s'kem asë sa nevoj me hina që detalje se shpi kulture të gjana, por me gjithë forcë, me kryetarin e ka hershëm, kemë paj me gjitha forcat tona, t'i ruajme traditat që mos në zhduken. A shumë interesant se unë si maj vjetri ka shumën për botë, Amerikanë, Gjermani, do vendat je ka janë, më respektojnë edhe sot e kësaj dite thot të respektojmë si baba i unë që na ke lanë në zemër do traditat bukura për të ruajt se pej ka jem e ku jem. Unë thomë me gjithë shpirte kom pas me ruajtjen e eventit ku jem, që mos të zhduket, por a mund një ju të përcjellnin familjarët e juve, a ka ekzistencë që edhe ju hala se na moshurit, kurse rinia some hala i pjesë e madhe e tyne me knaqësi e ruajnë edhe na respektojnë si më të vjetër, edhe kryetarin si angazhues, si punëtori i pa lodhshëm i tash sa 10 vjet, boll mire bajme deri tash sa ka me vazhduar më tej veç tjetër kush e din. Atëherë keni diçka për të shtuar dhe ju pra rreth këtij interesi, duke qenë se edhe ju i njihni më mirë tashmë brezat e rinj, si e sheti këtë? Po, unë mund të them që me të vërtet për momentin ende nuk kemi probleme te kjo shoqat, me gjithë se gjithmonë ndrohen gjeneratat, dikush martohet, dikush fejohet, dikush shkon jashtë, ashtu që plotësimi i grupit të shoqas, si të vegjëlit, si të rriturit, deri tash nuk kemi mungesë. Do shohim mandej se si do të jetë puna, por të gjithsesi i falenderoj të gjithë që angazhohen dhe i lusë edhe të ri të treja të tjera të cilët janë rreth ashtu, që rrinë shofin prej jashtë, nuk vinë me ne, kisha me ju lutë që të vinë, shoqënohen me ne, të kalojnë një kohë të bukur me ne, sa do pak shoqata i ka ato dvetat, si më thonë shoqërinë e më të ngushtë, sidomos rrugtimet e xhanat kurban, ato gjithsesi janë vetëm një kënaqësi e madhe për të gjithë. Nëse mund ta cekni, a janë më shumë vajzat apo djemt, të cilët të gjenden më kollaj, pra janë më të angazhuar për të bërë pjesë e këtij grupi kulturor? Po me të thënë vërtetën, kështu që ne si shoqat deri tash s'kemi pas problem as për djela as për vajza. Kanë qenë të Kemi gatshëm. pa numër të mjaftueshëm. Tash shohim, domethënë janë sa vjet që udhëheci vetëm me këtë shoqat, po kur nuk kem hasën ato probleme. Megjithse gjithmonë jem munduar me balansuar, domethënë deri në 10-11 çifte, ashtu që se kem pas problemin kur. Deri sot nuk kem problem, shohim aktivitetet. Kthehemi edhe një herë Zanës të na tregoj dhe diçka rreth balancit të mes ushtrimeve dhe shkollës. Pra si ja bën që jeni edhe në shkollë, por ndërkohë duhet edhe të ushtroni? Si e gjeni kohën? Po, çdo kush ka një jetë sociale dhe shkolla. Shkolla është obligim, folklori është qef, vinë shoqëri shumë e gëzuar, gjithmonë shkoj me qef. Nga një herë kemi përgatitje në data që për shembull kemi obligime, por deri tani gjithë janë shumë të kuptueshëm, gjithë mundohemi me gjetë një mesatare ku mujmë gjithë me marrë pjesë, për shembull nëse 2 persona nuk mund të vinë, ne ndrojmë datën, gjithmonë mundohemi që t'jemi gjithë, është një ndjenjë mirë që dikush mendon për ty. Shumë mirë, dhe duke përfunduar me ty, sigurisht çfarë mesazhi keni për bashkëmoshatarët tuaj që ndoshta nuk janë pjesë e aktiviteteve kulturore, pra një mesazh për të gjithë ata që të kyçen sa më shumë në këto evente të bukura folklorike? Mendoj që
çdo kush duhet ta doj vendin e vet. Nuk është e thënë se duhet të jesh pjesë e një folklori që ta duash vendin e vet, por gjithkush duhet të jetë i angazhuar sado pak, ta shfaqi atë dashuri. Mund të shfaqni duke ardhur në publik, duke na përkrahur, por jo vetëm për ta ruajtur traditën, por edhe për shoqëri. Folklori është seriozisht diçka shumë e bukur dhe e thjesht. Aty ka shumë kënaqësi për gjithë, ashtu që kushdo që ndihet se e sheh veten se do mund të merrte pjesë, janë të mirëpritur. Atëherën, unë do të bëj një pyetje të përbashkët të dyve për të na treguar se cilat janë planet tuaja dhe aktivitetet e ardhshme pas këtij festivali. Po, unë mund të them si çdo vjet i kem plan programet vjetore, ashtu që i përgatitëm për shumë ftesa, për shumë organizime, për shumë koncerte, për shumë evente të cilat do më thoni fitojnë ftesat për ato. Ne do të mundohemi që të realizojmë sa më mirë, por si që folëm edhe parë për arsye financiare, ka shumë ftesa të cilat nuk i kem pranuar ose i kem refuzuar në mënyrë që nuk jemi të fuqishëm financiarisht të marrim pjesë, por gjithsesi nuk mungojnë organizimet vjetore. Ta shpresim shpejt një manifestim në Sarajevo. Besoj që edhe ka Slovenia, atje kem një organizim ma vonë, do të thënë ka fundi dhjetorit, para vitit të ri, ashtu siç na e kanë thënë këta organizatorë të cilët merren me këto organizime. Besoj që nuk do të kalojmë gjithsesi edhe tradicionalen që e kemë ba festën e flamurit 28 nëntorin për çdo vjet që organizojmë. Ashtu që do t'ju përgjigjemi shumë ftesave, simbas sponsive që të kemi me financat tona. Po, atëherën, zoti Beqira, keni diçka për të shtuar rreth kësaj pyetje? Siç tha Sulejmani, na kem shumë ftesa, por për mua çdo herë ka qenë më mallja ftesa për flamurin, festën e flamurit këtu që bajmë ne. Mua gjithmonë kam dashur edhe më ka vlua zemra se sa kohë s'kem guxuar, kuptohet se si janë ke atmosferat e ambientet e gjanat të festohet, e na mrena mundësive me këtë kryetarin me shoqatën e kemë ballë tradicionale të festojmë ditën e flamurit në qendër Tush. Me qenë se edhe komuna jonë, na jem të kënaqur që ja arrime edhe ja dalëm. Menoj se edhe malësia e malësorët e ma gjanë shqiptarët, kudo që e përcjellin këtë kremtim, janë të kënaqur, po edhe na mrena mundësive të mrena grupit të mrena finansimin dhe ta na mundohen sa do pak që mos lem gjamegut. Shumë mirë, atëherë ne cekem në fillim edhe pjesën e xhubletës, pra si një trashëgimi kulturore me të cilën prezantohemi. Ju keni përgatitur diçka si një dokument shumë të mirë për teleshikuesit dhe ju ftojmë që ta lexoni për televizionin tonë. Po pra, siç thash, na jem shoqëria kulturartistike Koha, e cila kem ruajt të gjitha këto. Kem ruajtur gjuhën, veshjen, besën, çakshirët, këngët traditore, si ato trimnis, dashuris, ato baritore, duke i kënduar ndasma e ahengje aty ku kanë parast. Do t'ishte e nevojshme që me folë për këto gjana shumë gjatë, por unë me qenë se jam pasardhës i xhubletës e i veshjes kombëtare, pra kisha me di i gjanë t'ja uskjaroj me qenë se met në arkivin e juaj të Bojinit, të thomë se para 74 vitesh, nana jeme ka ardhë me xhublet, ku ato janë kënë ma shumë xhubleta, veç unë do të fokusohem në xhubletën e nusës, pra pajan e nusës, dikush i thot ashtu. Për me unis me folë për rastin e xhubletat e tona është shumë ko, po unë veç po flasë për atë xhubletën e cila është paj e nusës para 74 vitesh. Pra, atëherë artizania më e njohtur në këtë vend këtu ka qenë Lulgjekja Vuçinaj, e cila ka ba një marrëveshje apo kontrat mes familjarëve të mi që janë edhe të asaj artizane për punimin e xhubletës. Ajo ka thënë atyne atëherë na babësim me ata baballar tjerë
që për punimin e xhubletës duhet 3 muaj punë aktive për me u punua xhubleta të cilin e kërkoni ju. Edhe ata i kanë thënë, për punë na kem afat, deri në fund të nëndorit dikon, që kem planifikuar martesën, edhe thot s'ka problem, edhe bajnë marrëveshje që Lula ta punoj xhubletën me më të bukur atër për nuse për vlerën e 30 deleve. Kjo është shumë interesant të ceket se ka dhe tjera xhubleta një deri në 7, por e xhubleta e nusës që e ka punu ajo, e ka pa vlerën e 30 deleve me gjitha pjesë të kuptohet si janë ba për nuse. Këto gjeneratat e vjetra e dinë se xhubleta e nusës nuk e veçantë. E atëherë në atë kohë pra, edhe i gjatë tjetër që më ka met mua, është një gjatë interesant se për mësuarve të parë që kanë folë se në vitin 1948 në kohë në Cetin në atëherë të Jugosllavisë, siç i kanë thënë, është mbaj logu i veshjeve kombëtare të gjitha zonave që janë kënë. Edhe prej malësijet kanë propozua çift mashkull, me kanë një mashkull edhe femën grua me xhublet. Ato janë kënë, si mashkull a kënë, Reç Bajrami Gjokaj, edhe me xhublet Mri Zefja Berishaj. Këta juria atëhershme, si çift për pashi edhe për veshje, i ka vlerësua si më të pashimit edhe veshja ma e kompletuame e gjitha atyne që kanë marrë pjesë aty, ku e kanë fitua çmimin e parë. Edhe vlen se edhe sot e kësaj ditë në muzeun e Cetins ruhet fotografia atyne si fitues të veshjes kombëtare shqiptare, pra nga kanar, prej Kakanar dhe Kakandal. Kjo është gjë interesant për ata që kanë nevojë të lypin hulumtime e të gjë. Me folë për detaljet e xhubletës ndoshta shkon gjatë, por nuk kisha me vazhdua më atej, vetëm që të jetë veshja edhe me kompletuame. Atër është dekorua me rëgjante, u kanë thonë, ato janë kënë krejt pej argjendit. Argjendit është ka kushtua dhe atër, po i kanë pa gjitha ta dhe më thonë, edhe pesha e xhubletës është kënë e kompletua me 17 kg. Ajo, se ka pa xhubleta edhe ma shumë pesh, por dhe më thonë, ajo si që ka punua, si që kanë thonë prindit mi, se i ka pa 17 kg me komplet, me të tëna gjanë. Në malësi ma nuk i prodhojmë xhubletat, a dihet se nuk janë vetëm se riparohen. Këta e din ata artizanet ata që mujnoj me i riparoha, se nuk ekzistojnë ma gjanat për spik, për të punuar spik, se xhubleta është punua pe i leshit e ka pa shumë probleme, dhe më thanë nuk mund të prodhohen ma kësajt ato materiale për punimin e xhubletës, e për ata është mundgua punë aty, veç riparohen ato që kanë mes, por besa shumë ka marrë edhe vorrimi, xhubleta me veti, se dikur i kanë pa edhe tradit, që nusja të ruaj edhe atë xhublet, që edhe me u vorrua me to, por ato kanë shkua s'kthehen ma, e t'i ruajmë na, sa të mujmë këto që janë, mos t'i harrojmë me gjithë sa është edhe në UNESCO. Vlen të ceket se edhe një etnologe e famshme, profesor doktor Afrodita Onunzi, në punimet e saja shkencore ka theksua se xhubleta i takon veshjes ma të lashtë, ku ka të dhëna se në malësinë e madhe, pra pikrisht në vendin Bog, është e gjetur xhubleta mbi 4000 vjeçare, të cilën hala edhe kjo shoqat pe ruajme e do të ruajnë sa të mujnë edhe brezbas brezit i shala vazhdo në ruhet, edhe sukses juvet, edhe faleminderit që naftoni, që t'jenë në arhivën tuaj, mos të harrohen këto veshje, këto tradita, këto vegla, këto kanë, këto të gjitha. Atëherë, unë ju falenderoj shumë që ishët pjesë e emisionit intervistë dhe në shpalosët udhëtimin tuaj, pjesëmarrjen tuaj në Kroaci, pra në festivalin e Etnoportos. Faleminderit edhe juve për ftesën. Shikues të nderuar, i falenderojmë nga zemra kryetarët dhe organizatorët e shoqërisë kulturore Koha nga Dinosha që sot ndan me ne emocionet edhe përvojën e tyre me pjesëmarrjen e festivalit ndërkombëtar të kulturës Porto Etno në Kroaci. Kontributi juaj është një dëshmi se tradita jonë jeton dhe shkëlqen kudo që shkon, duke na bërë të gjithëve krenar. Ju urojmë suksese të mëtejshme dhe faleminderit edhe një herë që ishit me ne. Faleminderit. Të dashur shikues, ishte gjithçka për këtë intervistë. Faleminderit që na ndoqët dhe së bashku shihemi në intervistat e radhës.
شاعری حب نکانه حب نکانه شاعری حب نکانه بالزانه مستدل بالن بالزان بالن بالزانه مستدل بالن بالزان نکانه خوش بازداش تو نکانه Te